Autoriteti portual në Durrës ka bërë publike shifra zyrtare të lëvizjes së udhëtarëve dhe automjeteve nga ky port drejt brigjeve italiane. Autoriteti portual i Durrësit i referohet shifrave për lëvizjen e pasagjerëve dhe automjeteve në terminalin e tragjeteve për periudhën janar 2025. Kështu, sipas të dhënave zyrtare të Autoriteti portual të Durrësit, gjatë muajit janar 2025, nëpërmjet tragjeteve kanë udhëtuar 54.000 pasagjerë dhe 20.474 automjete. Referuar të dhënave, hyrjet e daljet e pasagjerëve mësohet se kanë hyrë në Shqipëri 12.927 pasagjerë dhe kanë dalë nga vendi ynë nëpërmjet portit të Durrësit 40.996 pasagjerë. Gjatë kësaj periudhe, tragetet mësohet se kanë kryer 79 lundrime nga dhe drejt pikës kufitare detare të Durrësit, duke transportuar gjithashtu dhe mallra të ndryshëm me kamion dhe trajlera.